Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në kuadër të fillimit të fushatës për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi bëri thirrje publike për organizimin një gare të drejtë, demokratike dhe dinjitoze. Kuvendi tashmë shprehur me unitet përmes deklaratës së përbashkët për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Kujtoj që respektimi i kësaj deklarate është një obligim moral e politik për secilin në këtë fushatë. Gara politike të zhvillohet në frymën e një demokracie të shëndetshme. Kryeparlamentari nënvizoi se ky moment nuk është një formalitet institucional, por një mjet thelbësor për qytetarët që të zgjedhin drejtues me integritet dhe vizion. Ai u bëri thirrje të gjitha subjekteve politike, institucioneve, kandidatëve dhe qytetarëve që të shmangin çdo formë presioni, gjuhë të urrëties, propagandë përçarëse apo keq përdorim të resurseve publike. Ndjej obligim të bëj thirrje të qartë tek të gjitha subjektet politike, kandidatët dhe strukturat organizative, institucionet dhe mediat, aktivistët dhe qytetarët, të tregojnë nivel të lartë kulturës politike dhe qytetare, të përmbahen nga çdo formë presioni, përdorimi i gjuhës së urrëties, propagandë polarizuese dhe nga keqpërdorimi i resurseve publike. Partia Demokratike në Shqipëri nuk e heq dorë nga kërkesat e saj për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi theksoi se konferenca e kryetarëve ka për detyrim që të thrasë Këshillin e Legjislacionit për kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit. Kemi sjellë edhe një kërkesë për ripërsëritjen e seancës së 12 shtatorit. Kalimi pa debat, kemi arsyetuar se është në shkelje të kushtetutës dhe rregullores. Ju duhet ta përfshini atë kërkesë, deklaroi Gazmend Bardhi. Krahas asaj deklaroi se ka dorëzuar një kërkesë për mocion me debat mbi programin e qeverisë për 4 vite të ardhshme. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti adresoi mbylljes së komunave në veri, vendimin e Washingtonit për të pezulluar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën. Gjatë qëndrimit në SBA, kryeministri i Kosovës tha se ai nuk mund të bëjë kompromise me sundimin e ligjit. Shefi i qeverisë tha se raporti Kosovë-SBA ka pengesa në diplomaci, pasi SBA-ja e konsideron shumë të rëndësishëm që ta heqë Serbinë nga hemisfera lindore sepse Serbia është e lidhur ngushtë me Moskën. Duke qenë të palëkundur me sundimin e ligjit, demokracinë, sovranitetin shtetëror dhe integritetin territorial, disa politikanë dhe diplomatë në SBA vlerësojnë se ne nuk e ndihmojmë SBA-n që ta shkpusë Serbinë nga Federata Ruse, por sinqerisht ky nuk duhet të jetë problemi im, tha Albin Kurti duke kujtuar se ai përfaqëson interesat e Kosovës. Bota. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se qeveria e tij po punon me presidentin amerikan Donald Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Well, we're working on it, Jackie. It's not been finalized yet, but we're working with President Trump's team, actually as we speak. Po punojmë për të, nuk është finalizuar ende, por po punojmë me ekipin e presidentit Trump, realisht, ndërkohë që flasim, deklaroi Benjamin Netanyahu. Ndërkohë që kryeministri izraeli shtoi se në këtë plan kërkon çmilitarizimin e Gazës dhe lirimin e të gjitha pengjeve izraelite që mbahen nga organizata islamike e Hamasit. And I hope we can make it a go because we want to free our hostages, we want to get rid of Hamas rule and have them disarmed, Gaza demilitarized, and a new future set up for Gazans and Israelis alike and for the whole region. Shpresoj që ta bëjmë realitet, sepse duam të lirojmë pengjet tona, duam të heqim qeverisjen e Hamasit, të çarmatosim ata, të demilitarizojmë Gazën dhe të krijojmë një të ardhmë të re për gazianët dhe izraelitët dhe për të gjithë rajonin, deklaroi Benjamin Netanyahu në intervistë televizive. Fitoria e pro-europianëve në Moldavi u përshëndet nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Asnjë përpjekje për të mbjellë frikë ose përçarje nuk mund ta thyejë vendosmërinë tuaj. Ju e bë të qartë zgjedhjen tuaj. Europë, demokraci, liri, dera jonë është e hapur dhe ne do të qëndrojmë me ju në çdo hap të rrugës. E ardhmja është e juaja, shkruan von der Leyen në reagim përmes rrjeteve sociale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.